SBA godet një cistern nafte në gjinën e Omanit. Dyshohet se tentoi të thyejë bllokadën ndaj Iranit. Forcat armatosura të Shteteve të Bashkuara kanë goditur një anije cistern nafte në gjinën e Omanit, i cili sipas Komandës Qendrore Amerikane CENTCOM tentoi të thyente bllokadën ndërtare të vendosur ndaj Iranit. Zëdhënësi i CENTCOM Tim Hawkins deklaroi para Associated Press se cisterna MT Lavin u neutralizua pasi tentoi të shkelte bllokadën ndërtare të paktën 4 herë. Sipas tij, ekuipazhi ishte e paremëruar disa herë të ndalonte lëvizjen, por nuk u bind urdhrave të forcave amerikane. Ekuipazhi u paremërua në mënyrë të përsëritur, por nuk u bind urdhrave, sipasoj forcat amerikane neutralizuan anijen duke goditur dhomën e motorëve, deklaroi Hawkins. Ka ana tjetër, zyrtari amerikan nuk konfirmoi raportimet e mediave iraniane sipas të cilave nga sulmi kanë humbur jetën 2 persona. Incidenti vjen në një periudhë tensionesh mes Washingtonit dhe Teheranit, ndërsa SBA vijon operacionin për zbatimin e bllokadës detare dhe mbikëqyrjen e lundrimit në rajonin e Gjirit.